Kjo është një vajzë e vogël, e cila për arsye të ndryshme ka mbetur pa kujdes prindëror. E vogla nuk ka shumë kohë që është bërë pjesë e familjes së saj të dytë. Për ditë merr dashuri e mbështetje nga stafi i SOS fshatrave, të cilat ajo i quan Teze e Aq. Por nuk është vetëm e as e vetmja. Sipas udhëheqësit të kujdesit alternativ Besnik Peci, si ajo janë edhe plot fëmijë të tjerë. Po, aktualisht do të thotë në 6 SOS familje që i kemi na, janë 30 fëmijë dhe janë 15 fëmijë në 13 SOS familje strehuese që i kemi në për Kosovë. Do të thotë është 45 numri i fëmijëve të mitur që janë pjesë e SOS fëmijëve të Kosovës, e po ashtu i kemi edhe 12 të rinj që janë pjesë të programit gjysmë pavarësimit, janë të rinj cilët i kanë mbush 18 vjetë, po edhe prej se dalim prej kujdesit unë, ne përkujdesemi që me i përkra ata fëmijë spaku edhe 3 vitet e ardhshme pas daljes nga kujdesi unë, që thjesht me u integru sa ma letë në shoqëni, me i kry studimet, me u punësu, edhe thjesht ata me gjetë vetën sa ma letë kur dalim prej kësaj forme të kujdesë. Brenda këtyre hapësirave, numri i foshnjave e fëmijëve që kanë marrë shërbime nga kjo organizat është i lartë. 498 foshnje kanë marrë shërbime, do të thotë për organizatës tonë, janë rritën na edhe prej neve kanë shku në forma tjera të kujdesit në adoptime dhe ribashkimin familjare e kështu me radhë. Përveç këtyre janë mbi 150 fëmijë të rritur që janë marrë për të përkujdesur nga organizata e që kanë vazhdu edhe janë rritëna edhe thjesht mbi 50 prej tyre do të thotë janë plotësisht të pamvarën. 30 i kemi aktualisht këto që janë vendosur ende në SOS familje që ne i kemi ndërtu edhe kemi kriju për ta. Edhe pjesa tjetër do të thotë kemi arritë që përmes fuqizimit lidhe me familjet biologjike dhe me farefisën e tyre që të ribashkojmë ata fëmijë me familjet e tyre biologjike. Krejt ky sukses është arritë falë bashkëpunimit ngushtë që kemi me qendrat për punë sociale në Republikën e Kosovës, sepse janë ato të cilat i kanë identifikuar rastet, i kanë referuar rastet, kanë bërë kërkesë për vendosin e fëmijëve në nevojë në SOS fshat, edhe mandej nga aty ne kemi marrë për kujdes edhe jemi përpjek me zhvillu potencialin e tyre maksimal. Këtu, pas identifikimit të nevojave, fëmijët marrin kujdesin e duhur në bazë edhe të planeve vjetore. Pedagogja Feride Fejza ka treguar për shërbimet pedagogjike. Ne si ekip bëjmë vizitat monitoruese vazhdueshme në SOS familjet, aty ku jetojnë fëmijët. Në bazë të takimeve, ne vlerësojmë se çka ka nevojë fëmijët. Unë si pedagoge kam për detyrë me pa se në cilën fushë muj me ndihmu një fëmijë, nëse fëmiu ka nevojë më shumë në fushën e komunikimit ose për përvecimin e shkallësive akademike, shkrim, lexim, ne ofrojmë shërbime në këto fusha. Më pas edhe në lëndët tjera, nëse fëmijët ka nevojë me përsërit me një lëndë caktuar për arsye se kanë test në shkollë, ose thjesht për me i këshillu në aspektin pedagogjik se si të ndihen, si të përgatiten, si të mos ndihen në siklet gjatë plotësimit të testit, është kjo që e bëjmë. Po ashtu bëhet plani i veprimit për secilin fëmijë, domethënë hartohet plani në bazë të nevojave të fëmijëve. Plani hartohet për një periudhë, për shembull për 10 javë. Nëse brenda një jave synohet që një fëmijë me i mësu shkronjat, më pas vazhdohet java e dytë ku është që fëmiu duhet me i lexu së paku disa fjalë në rrokje kështu me radhë. Për ndonjë fëmijë plani realizohet në bazë të planifikimit, për disa fëmijë të tjerë duhet që me prit kohë më gjatë, mirë po për secilin fëmijë domethënë bëhet së pari bëhet identifikimi i nevojave, bëhet vlerësimi, hartohet plani individual i veprimit dhe në bazë të planit individual të veprimit punohet me atë fëmijë. Pas një kohë të caktuar bëhet rishikimi, me pa nëse janë arrita ato objektiva ose jo, nëse ka qenë plani individual adekuat, nëse jo bëjmë ndryshime.
Fejza ka thënë se puna me fëmijët ndonjëherë është sfiduese, marrë parasysh edhe për jetimet e tyre. Kryesisht gëzoj raport mirë me secilin fëmijë dhe me secilën sosnuan sosteza aty. Normalisht që ky relacion është krijuar me kohë, me besim të ndërcjellët, sikurse fëmijët edhe sosnuanat kanë pa që qëllimi është për me ndihmu fëmijën. Synimi krejt organizatës është me u ndjek parimi që interesi më i mirë i fëmijëve është mirëqenia e tij, kështu që të dyja na punojmë për mirëqenien e fëmijëve. Ndonjëherë puna me fëmijët është sfiduese, se ndonjëherë edhe na përfshihemi emocionalisht kur e dim se çka kanë përjetu fëmijët. Mirë po prapë mundohemi me rujt profesionalizmin dhe me kujtu që për çka jemi ne këtu dhe mundohemi me ndihmu në mënyrën më të mirë. E punën më të vështirë e kanë edhe sosnënat dhe sostezët. Sa i përket rutinës sosnuanave, ato bëjnë një sikur se gjitha nuanat e tjera, do me thënë, në mëngjes përcjellin fëmijët në për shkolla, i përgatisin atyre ushqimet. Sa po kthehen fëmijët nga shkolla e kanë kohën e drekës, dhe aty gjithë fëmijët hajnë bashkë, po ashtu e kemi caktu me 1 orë, 2 orë për mësim, do me thënë, është koha e mësimit ku secili fëmijë ka për detyrë me ullë, mi bo detyrat e shtëpisë edhe me u përgatit për lëndët ku ka nevojë. Kjo është rutinë që aplikohet prit hanës deri të premten. Më pas ditën e kanë thirrë, mujnë me dalë me shëtit ose varësisht prej dëshirës fëmijëve dhe të familjes qyshe e kanë. Besnik Peci ka treguar arsyet më të shpeshta të nevojës për kujdes prindëror. Arsyet kryesore pse është paraqit nevoja për strëhimin e fëmijëve këtu te na, do të thotë janë pavësia psikologjike e prindërve për të kujdesur për prindërit e tyre, dhe qendra për punë sociale me kohë e ka bërë identifikimin, i ka tërheq fëmijët edhe në një farë forme i ka shpëtu para se me ndodhë ndonjë tragjedi eventuale. Mandej janë fatkeqësitë natyrore si vdekja e prindërve ose aksidentet ose do me thonë braktisja e fëmijëve qysh në foshnjëri, për shkak se kemi fëmijë që sot i ka 17 vjet, 18 vjet, edhe vazhdon me qenë pjesë e jona, po ne e kemi marrë si foshnë në spital dhe ka mbet pjesë e sistemit deri tash, po fatbarësisht tash pothuajse është gati për me kalu në programin e gjysmë pavarësimit, me marrë jetën e vetë në kontroll edhe me vazhdu, po shpresoj me shumë sukses tutje aty ku ka mbet. Vinë fëmijë e dalin të rritur dhe të pavarur, madje shumë nga ta sot porisin edhe fëmijët e tyre. Prej atyre 50 fëmijëve që i përmena që janë plotësisht pa mbarur, shumë prej tyre kanë kriju familje, janë bërë prindër vetë. Do të thotë ka qenë super kënaqësi për neve me qenë pjesë e gëzimeve tyne, dasmave tyne, festave tyne, që thjesht ata më zhvillu në mënyrë më të mirë, më qysh kishëm dashur më zhvillu edhe fëmijët tanë biologjik. Përveç kujdesit alternativ, që është për kujdes për këtë numër të madh fëmijëve që e përmena, në kuadër së Fshatrat Fëmijëve të Kosovës është edhe programi i fuqizimit familjes që funksionon prej vitit 2007, do të thotë në kuadër të organizatës tonë, ku i kanë mbështetur gjithë fëmijët që kanë qenë rrezik të humbjes kujdesit prindëror, edhe për çdo vit mbi 400 përfitues apo fëmijë që kanë qenë rrezik të humbjes kujdesit prindëror kanë përfituar prej programit të fuqizimit familjes, do të thotë që me shpëtu familjen mos më shpërbë dhe mos me ardhë deri te braktisja e fëmijëve. Këtu, të miturit pa kujdes prindëror marrin shtëpi të ngrohtë, dashuri dhe mbështetje që të rritën të sigurt dhe të lumtur. Shumë nga ta kanë korrur suksese në fusha e shtete të ndryshme.